Përshëndetje dhe mirë se vini. E keni vrarë mendjen ndonjëherë se si ka mundësi që disa grupe thjesht funksionojnë dhe arrin gjërat mahnitshme, ndërsa të tjera kthehen në një humbje kohe totale? Pikërisht për këtë do të flasim sot, për misterin e mençurisë së grupeve. Nga njëra anë na thuhet gjithmonë që shumë mendja janë më mirë se një, por nga ana tjetër, secili prej nesh ka qenë ato mbledhje pafund që s'çojnë askund. E pra, cila është e vërteta? Pra, ja ku e kemi, pyetja klasike. A janë vërtet dy koka më të mira se një? Të gjithë e kemi dëgjuar atë shprehjen e bukur, asnjëri prej nesh nuk është aq i mençur sa të gjithë ne bashk. Tingullon fantastike apo jo? Premton këtë lloj sinergjie magjike ku të gjitha idetë tona të ndryshme bashkohen dhe krijojnë diçka geniale. Por, hey, të jemi të sinqert, a ndodh vërtet kështu në praktik? Apo është thjesht një nga ato gjërat që themi pa e besuar vërtet? Okej, le të fillojmë me diçka konkrete. Një fakt që ndoshta do t'ju lër pa fjalë. Shikoni këtë numër, 91%. Çfarë mendoni se përfaqëson? Ky është niveli i saktësisë së audiencës tek emisioni Kush do të bëhet milioner. Po, e dëgjuat sakt. Një sallë plot me njerëz të rastishëm, pa asnjë lidhje me njëri tjetrin, arrinin të gjenin përgjigjen e saktë në 91% të rasteve. Kjo është thjesht e pabesueshme dhe është prova jone pa refort për fuqinë e jashtëzakonshme të grupeve. Pra, ky fenomen ka një emër. Ktu hym në thelb të temës son, dituria e habitshme e grupeve. Ky koncept u bë i famshëm fal librit të James Surowiecki me të njëjtin emër, dhe ideja kryesore e tij është kjo. Në rrethanat e duhura, një grup i madh njerëzish mund të jetë, në fakt, më i mençur se eksperti më i mirë brenda atij grupi. Përgjigja e tyre përbashkët, siç e pam me audiencën e milionerit, mund të jetë çuditërisht e saktë. Tani, le t'i kthehemi edhe një herë milionerit. Cila ishte magjia aty? Pse funksionoi kaq mirë? Sepse mendojeni pak, ata njerëz në audiencë nuk ishin një grup ekspertësh të mbledhur me kujdes, as pak. Ishin thjesht njerëz të ndryshëm, me profesione të ndryshme, me njohuri të ndryshme, dhe këtu qëndron Chelsea, secili dha gjykimin e tij individual, pa u ndikuar nga të tjerët. Të gjitha këto gjykime u mblodhën bashkë dhe voilà. Kjo tregon se çfarë fuqie ka gjykimi kolektiv kur mblidhet në mënyrën e duhur. Dhe nëse mendoni se shembulli i milionerit ishte interesant, prisni të dëgjoni këtë. Imagjinoni një kompani minerale kanadeze, në hall të madh. Ekspertët e tyre më të mirë, gjeologët më me përvojë, nuk po gjenin dot marr. Ishin bllokuar. Dhe çfarë bën? Një lëvizje totalisht të çmendur për kohën. I publikuan të gjitha të dhënat e tyre sekrete gjeologjike online dhe i thanë botës, na ndihmoni të gjejmë marr. E dini si përfundoi? Thjesht e pabesueshme. Kjo turm online, e përbërë nga njerëz nga e gjithë bota, gjeti rezerva ari me vlerë miliona dollar në vende ku ekspertët e kompanisë kishin kërkuar pas sukses me vite të tëra. Ose merrni një shembull që e përdorim të gjithë çdo ditë, Wikipedia. Kush e ndërtoi atë? Jo një grup i vogël profesorësh me flokë të thinjur në ndonjë zyrë luksoze. Jo, u ndërtua nga miliona njerëz të zakonshëm, nga e gjithë bota. Secili shton një grimc njohurie, dikush tjetër e korrigjon, një i treti e përmirëson. Dhe rezultati është ky bashkëpulim masiv që ka krijuar një nga burimet më të mëdha të informacionit në histori, shpesh po aq i saktë sa enciklopedi tradicionale. Dhe pastaj, gjërat bëhen edhe më të çuditshme. Keni dëgjuar për treget e parashikimeve? Imagjinoni një lloj burse, por në vend që të tregtoni aksione të kompanive, ju vini bast për të ardhmen. Për shembull, kush do t'i fitojë zgjedhjet ose cili film do të fitojë Oscarin. Duket si lojë, por ja ku është pjesa e pabesueshme. Çmimet në këto tregje, që në thelb janë mesatarja opinioneve të mira njerëzve, shpesh parashikojnë rezultatin final më saktë se sondazhet më të sofistikuara dhe opinionet e ekspertëve. Okej, ndalojmë pak. Deri tani, gjithçka duket si një përralle, apo jo? Grupet janë të mrekullueshme, të mençura, gjejnar, parashikojnë të ardhmen, por këtu kemi një problem. Kjo nuk përputhet fare me përvojën tonë të përditshme, apo jo? Sepse nëse grupet janë vërtet kaq geniale, atëherë si ka mundësi që shumica e mbledhjeve ku marrin pjesë janë kaq jo funksionale? Pse ekipet tona ngecin në debate pafund dhe nuk arrin askund? Pikërisht për këtë problem flet edhe studiuesi Ivan Steiner. Citati i tij është briljant. Shumë shpesh ka humbje procesi, është si një kovë që pikon. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që në vend që të kemi atë sinergjinë magjike ku 1+1 bëhet 3, ndodhe kundërta.
Kur grupi mblidhet, diçka humbet gjatë rrugës. Informacioni, idetë e mira, perspektivat unike, thjesht pikojnë dhe humbasin. Kova jon kolektive ka të çara. Le ta përkufizojmë këtë koncept pak më qartë. Çfarë është saktësisht kjo humbje e procesit? Është, thënë thjesht, momenti kur një grup dështon të përdori talentin dhe njohuritë e të gjithë anëtarëve të tij. Madje shpesh ndodh që grupi në tërësi performon më keq se çdo të performonte vetëm antari i tij më i mirë. Është e kundërta e sinergjisë. Është momenti kur 1+1 bëhet 0.5. Mirë, atëherë, le t'i hedhim një sy më nga afër kësaj kove që pikon. Cilat janë këto të çara, pse ndodh kjo humbje, çfarë i pengon ekipet tona të jenë po aq të mençura sa audienca e milionerit? Ktu kemi disa nga fajtorët kryesor. Së pari, mendimi grupor. E dini, ai presioni të tmerrshëm për të pajtuar me shumicën, edhe kur e di që po bëjnë gabim. Pastaj kemi linjat e ndarjes, kur ekipi ndahet në grupe të vogla, si marketingu kundër inxhinierisë. Kemi kohën e pabarabartë të folurit, ku 1 ose 2 persona e monopolizojnë të gjithë bisedën. Sigurisht nuk mund të harrojmë parazitizmin, ata antarë që thjesht rrinë dhe presin që të tjerë ta bëjnë punën. Dhe ndoshta më tinzari nga të gjithë, filtrimi i informacionit, kur lajmet e këqija ose idetë kundërshtuese thjesht humbasin rrugës për lart në hierarki. Le të ndalemi pak te ky i fundit, filtrimi i informacionit, me një shembull nga jeta reale, një shembull me pasoja tejet serioze. Flasim për incidentin e Son Tay gjatë luftës së Vietnamit. Plani ishte heroik dhe jashtëzakonisht i rrezikshëm, një mision i forcave speciale amerikane për të shpëtuar robërit e luftës nga një kamp famëkeq në Vietnamin e Veriut. Përgatitjet ishin të jashtëzakonshme. Ndërtuan madje një kopje të kampit në Florida për t'u stërvitur. Por ja ku ndodhi problemi. Ndërsa planifikimi po ecte përpara në nivelet më të larta, poshtë në hierarki, analistët zbuluan diçka alarmante. Kishte shenja që robërit ishin zhvendosur. Pra kampi mund të ishte bosh. E dini çfarë ndodhi me këtë informacion etik? Asgjë. Nuk arriti kurrë te presidenti Nixon. Pse? Sepse askush nuk donte të ishte ai që sillte lajmin e keq. Askush nuk donte të prishte planin e bukur. E kështu, misioni u krye në mënyrë perfekte nga ana ushtarake, por ishte një dështim total. Komandot sulmuan një kamp bosh. Një shembull tragjik i pasojave katastrofike të filtrimit të informacionit. Dhe kjo na sill tek thelbi i çështjes. Si mund të pajtojmë këto dy realitete? Nga njëra anë, kemi audiencën e milionerit, që është tepër e mençur, dhe nga ana tjetër, kemi ekipin e planifikimit të Son Tay, që bën një gabim katastrofik. Cili është ndryshimi? Përgjigjja është se një ekip nuk është një turm. Sipas Surovjetskit, që një turm të jetë e mençur duhet të plotësoj 4 kushte. Duhet të ketë diversitet, pra, njerëz me perspektiva të ndryshme. Duhet decentralizim, që njerëzit të përdorin njohuritë e tyre lokale. Duhet një mekanizëm për të mbledhur të gjitha opinionet bashk, si votimi tek milioneri. Dhe, tani vjen kushti më i rëndësishëm, më kritik nga të gjithë, pavarësia. Opinionet e njerëzve nuk duhet të ndikojnë nga opinionet e atyre porreth, secili duhet të mendojë me kokën e tij. Dhe pikërisht këtu, gjërat qartësohen. Kjo tabel e tregon ndryshimin në mënyrë perfekte. Një turm e mençur bazohet tek gjykimet e pavarura, pa presion social. Njerëzit japin mendimin e tyre dhe kaq. Po një ekip tipik, aty është krejt ndryshe. Antarët janë të ndërvarur, ata flasin, debatojnë, përpiqen të bindin njëri tjetrin. Ka presion social për t'u përshtatur, për të arritur një konsensus. Dhe pikërisht ky ndërveprim, kjo ndërvarësi, është ajo që krijon të gjitha ato të çara në kodh. Ajo shkel kushtin më të rëndësishëm, pavarësinë e mendimit. Pra, çfarë mësojmë nga e gjithë kjo? Sfida nuk është që t'i kthejmë ekipet tona në turma anonime. Kjo është e pamundur. Sfida e vërtet është kjo. Duke ditur që grupi me të cilin punojmë është një ekip dhe jo një turm, si mund ta bëjmë atë më të mençur? Si mund t'i mbyllim ato të çarat në kove? Si mund t'i inkurajojmë mendimin e pavarur dhe debatin e shëndetshëm, edhe pse jemi të gjithë bashkë në një dhëm? Kjo është pyetja $1.000.000.